Jemi duke parë fillimin e një revolucioni të ri apo fundin e shpirtit të futbollit. Do flasim në këtë video vetëm për turneun e ri që po ndodh. Botrorin e klubeve që po ndodh në Amerikë në këto lloj momentesh. Një pyetje që unë du ta nis në këto lloj momentesh, kujt I shërben kjo lloj kompeticioni? Apo rëndohet futbolli, apo shkatërrohet shpirti I futbollit vetëm për paras, marketingut dhe sponsorave që ne po diskutojmë këto lloj momentesh që fitojnë klubet, apo është ky një hap I domosdoshëm për futbollit drejt modernizmit të sportit dhe zhvillimit që po ndodh në këto lloj momentesh. Çfarë është kupa e re e botës për klube? Është një turne që nga 7 skuadra u kthyen në 32. FIFA që e zgjoti këtë lloj gjëra. Do zhvillohet çdo 4 vite si një mini botror, edhe do zgjasin gati një muaj si një europiani edhe botrori. Ekipet do vinë nga gjithë kontinentet. Por realisht, a duam vërtet ne të shohim një ekip të Japonisë, apo do shohim një ekip të Brazilit apo të Azisë që apo do presin gjithmonë gjysmëfinale Cityn, Realin, Juventusin, Bayernin që janë aty, Parisin, Atletikon. Kush do ketë vërtet interes për të parë në këtë lloj forme, apo do kemi interes për të parë një skuadër e Japonisë? Vërtet bën ndeshje të bukura, vërtet bën ndeshje interesante, dhe për shembull ndeshja që pash ishte shumë e bukur, Bayern me Boca Juniors. Vërtet Boca Juniors humbi, por bëri një futboll të mirë. Po a do bëj gjithmonë atë lloj futbolli ai, apo do presi vetëm kundër Bayernit? Kjo është një pyetje që dua ta shtroj dhe juve. Pse ka kaq shumë pikpyetje? Pyetjet janë shumë të llojshme, të ndryshme, sepse është hera e parë që po ndodh. Gjithmonë kur ndodh niset diçka e re, janë ato presionet personave të jashtëm si puna jon, që disa kundërshton një me nostalgjinë e vjetër që thuan që jo, nuk e duan fare, disa thënë jo, që ka interesant, duket ide e mirë. Dhe gjithmonë do ketë dyshime nga të dyja palët. Po një pyetje është, a është vërtet një pyetje që nuk kam përgjigje dhe du vërtet të gjej një përgjigje është, a ishte kjo një përpjekje e FIFA-s për të dominuar UEFA-n? Nëse ky kompeticion shkëlqej për shembull, mas shumë vitesh, a do humbi vlera e Championsit? A si do të koj kjo te kalendari I lojtarëve? Po edhe diçka tjetër, nëse vetëm pjesëmarrja e Real Madridit është 23 milion fitim. Tani, nëse një lojtar hiken te Real Madridi në këto lloj momentesh, edhe duke ditur që Real Madridi ka fituar vetëm 23 milion, vetëm se është fut në këtë botror klubesh, çfarë do të thotë tani? A do të vazhdoj kërkoj edhe më shumë para, e bëhet e pamundur për ekipe si Milani, si Napoli, si Juventusi që kanë probleme financiare, ose si Barcelona, ose edhe ekipe të vogla për shembull si Atalanta, Bologna, e me shokë me miq, që vazhdojnë akoma që nuk kanë atë lloj buxheti, atë lloj që të japin rroga nga 12 e 10 e 7. Ku do filloj, ku do shkoj, ku do ndaloj kjo lloj gjëje? Derisa do vazhdoj kjo rrotë që po rrotullohet në këto lloj momentesh. A do dëmtohet lojtarët? A është një mënyrë se si po e vdesin talentin dhe yjet e futbollit në këto lloj momente? Mapeja doli sikur ishte I smur. Rodri nuk ka pranuar të lozi futboll. Kjo është të luajnë më shumë se 70 ndeshje në vit, që duke menduar që këtë sezon që do vi do filloj më shpejt sepse kemi botrorin. Dhe çfarë po ndodh? Dhe ka diçka që në 4 vite, në çdo vit që u bën të europiani edhe botrori kanë pas 2 vite bosh qeverës, ato mund kishin bërë pushime, kishin kohë. Tash një verë, një vit
ti e hoqe sepse fute këtë lloj turneje. Sa do vazhdoj? A do vdesi dëshira e lojtarëve të rinj për të vazhduar futbollin? Sepse duke parë këtë lloj kompeticioni thotë, unë vërtet mund të marr shumë lek, por do humb rinin time duke luajtur vetëm futboll dhe asgjë tjetër. A do jetojnë? A do paguajnë? Do paguajnë apo do pushojnë? A do jetojnë? A do shërohen ato lojtarë? Apo do fillohet që të ndodhi që lojtarët të dëmtohen e të lejnë futbollin duke 30, 31, sepse thonë bona disa lek edhe hajt shnet vllaj, ti shoj këto jetët, vazhdoj me biznes. Ta flasim troç, themi drejtën. Kjo nuk është për tifozët, as nuk është për traditën e futbollit, por bilionerë që të krijojnë edhe më shumë biliona. Vërtet një pyetje që ka, që bëhet, kjo është në çdo lloj fushe, nuk jo vetëm futboll këto lloj momente. A do ndalohet ndonjëherë kjo lloj gjëje? A do të vazhdojë akoma procesi? A janë pyet lojtarët për këtë lloj gjëje, për shembull? Sepse gjithmonë drejtorat flasin, diskutojnë, shohin atë Excelin, thotë nëse unë rris edhe kaq % punën ose shtoj diçka këtë lloj gjëje, unë do fitoj 30% më shumë, por vërtet a e kanë pyetur dot punëtorin, në këtë radhë që po flasim neve është futbollisti. A vërtet është pyetur futbollistin për këtë lloj gjëje? Ku e mendon? Edhe ku do ndaloj kjo lloj gjëje, sepse gjithmonë më para ku dëgjova para më shumë vitesh nuk e mendoshim TikTokun si proces, si rrjet social para 8-9 vitesh. Doli TikToku, po del diçka e re, e do zhvillohet, sepse kështu funksionon zhvillimi. Më parë kishim algoritma, shumë gjëra që nuk i kuptoshim, tash kemi inteligjencën artificiale. Po flas nga ana teknologjike si një shembull më konkret. Po ku do ndaloj? Sot është kjo, mas 20 vitesh, ku do vazhdoj kjo lloj gjëje? Sa do vazhdoj dhe çfarë çmendurie do shkojmë? Një pyetje që është një dilemë që është në dy krah. Lojtarët që vërtet ankohen, që unë si kuptoj, pse do të ankohen vetëm këto të Europës, sepse edhe ato të Brazilit, po edhe në çdo lloj kompeticioni botror, ato po luajnë 70 neshje, dikush më shumë, dikush më pak. Pse po ankohen vetëm këto të Europës? Dhe janë ata të Europës që kërkojnë shumë lek. Për shumë Yamal, 12 milion euro në vit, kontrata e re te Barcelona. A nuk i mjaftojnë atij për shembull 4 miliona, 5 milion? Për mua janë shumë edhe 4-5, po gjithsesi. A nuk i mjaftojnë ato? Po aty këtu ka edhe diçka, sepse bëhet një shkak pasojë në çdo lloj gjëje. Ky është mendimi im personal në këtë gjë. Janë lojtarë që kërkojnë shumë, ti i bën një kontratë, edhe ku ekipi thotë që unë me vetëm këto kompeticione, Champions, tu, atje, nuk i bëj dot, sa presidenti në fund ditës do të fitoj edhe diçka për vete. Nuk po më dalin, do të fitoj edhe unë më shumë. Në ato llogaritë veta. Edhe ndodh në këto lloj momentesh diçka që vazhdojmë bëjmë më shumë ndeshje, hajde bëjmë diçka më shumë, që ti përballojmë këto lloj lojtarësh. Kush e ka fajin, nuk e di. A lojtarët, a vetë presidentët, nuk e di. Po të ankohesh mund duket e padrejtë, sepse ti ke bërë një kontratë. Dhe kjo nuk bazohet as në performancën e lojtarëve mbas asaj. Sepse edhe për shembull Vinicius i bëni diçka. Edhe pse rinovoi kontratën mbas një viti të dështuar për atë, as topi as fitoi, zboni asgjë, as topi tar të zhduk fare, që se fitoi. Edhe vjen këto lloj momentesh, kërkoi rritje rrugët e Real Madridit. Pse? Okej, Reali jep. Okej, unë t'i jap, okej, jam rregull, po ku të them unë do punosh. Sepse kjo është kontrata. Tip nga kjo datë deri pas 2 vitesh në këtë lloj date, jemi dakord që ti do punosh për këtë kompani, Real Madridin thënë.
Real Madridi do nxjerrë legët e veta dhe kjo është mëse normale, është një lloj biznesi. Nëse po lozim në këto lloj rregullash të tilla. Ky është mendimi im. Mund të jem gabim, nuk mund të jetë humane, po fund ditës jetojmë në epokën e kapitalizmit. Dhe kjo që duhet rregulluar që në strukturën e gjës. Si për shembull, nëse kapim ndryshim kontrate totale, një rrogë bas performancës tate, rritet buxheti. Gjë shumë e kollajt dhe shumë e mirë. Mbas kësaj ti vërtet rritet përqindjet e tua. Sepse ti po në performancat mira. Ti vërtet loz mirë. Kur s'loz mirë, ke vetëm rrogën bas. Pa do të mjaftoj ty ajo rroga bas me atë stilin e jetesës që bën ti, është çështje tjetër. E aty do e shikojmë vërtet kush janë ato lojtarë që punojnë, kush janë ato lojtarë që vërtet punojnë, kush janë ato lojtarë që i hapin spektakle dhe shikojnë sa lojtarë do lozin me shpirt në ato lloj momente nëse bëhet kjo lloj kontata, sepse kur vjen puna te leku, gjithë thajnë me dhomë në fund ditës. Një pyetje tjetër pa e lënë një hapësirë që edhe ju thoni diçka, një statement, një thënie që e tha FIFA, ne e bëm këtë për zhvillimin e futbollit. A është vërtet për zhvillimin e futbollit? Apo është thjesht a është vërtet për zhvillimin e futbollit global, le thanë ata më shumë? A do kemi ndonjëherë një ekip afrikan në çerik finale, në gjysmëfinale, 1/16, a do kemi ndonjëherë kampion Azie për shembull? Kjo është një pyetje për shembull. A do kemi ndonjëherë një kampion nga Azia? Apo do kemi gjithmonë ato Reali, Liverpooli, top 8 e ekipeve? Okej, hera parë kësaj radhe është në rregull sepse gjithë tentojnë që ta fitojnë për herë të parë dhe të shkruajnë histori sikur e kanë fituar për herë të parë. Jam dakord. Po e mendojmë diçka, pa do kemi vërtet një kampion nga Azia? A do ecin dot klubet aziatike, Ameriko Latine, edhe me etj afrikane, ekipet arabe për shembull? A do ecin ndonjëherë? Kjo është një reagim, kjo është për na japin edhe nuk ka një presion thonjze të futbollit. Unë du të marr pozicionin tim dhe du të them mendimin tim. A do i bi lapsi ose do i bi lapsi atij me pa vizën time, s'më intereson. Edhe ne si tifoz du të themi edhe du komentojmë edhe duke me logjik, me respekt me njëri tjetrin, çfarë mendimi kemi për këtë lloj gjë? A e kemi parë, as e kemi parë hiç, as më intereson, po pres gjithë finalet. Apo jam zgjuar, i kam parë çik ndeshjet, më ka zonë gjumi, kam parë vetëm highlights dhe rezultat. A vërtet këto lloj pyetjesh që bëra unë, këto lloj momentesh, pres nga ju që ti komentoni, shpresoj që keni bë subscribe dhe vazhdoni të bëni subscribe dhe share videove të mia dhe mos harroni na ndiqni në rrjetet sociale. Kështu që faleminderit edhe respekte.